të tërë për të sulmuar drejtësinë. Për shembull, si mund të thotë ai që pezullimi i ministres ka ndaluar punën e qeverisë? Nuk po bëjmë dot linjë udhëtimi me Kanadan, thotë se është pezulluar ministria. Po ndërkohë ministria është ndaluar pasaporta. Si do shkonte Balluku edhe në Kanadas? Po kjo është e rëndë. Domethënë, autoriteti i ministrit që në këtë rast minimale që mundon ta shkarkonte dhe ta zëvendësonte më një herë. Pra mund të zgjidhej politikisht dhe jo të shkojë në gjykatë kushtetuese dhe merret. Por ajo që është më e rëndësishme është tjetra. Në momentin si zyrtar i lartë dhe ke akuzë, dorëheqja nuk është thjesht morale, është detyrim ligjor për një arsye sepse ti duhet përballesh me drejtësinë si njeri pa pushtet. Sepse ti që në momentin që mban pushtetin dhe lufton me drejtësinë, kur ndërkohë shpërndan miliarda euro në buxhet, që këtu ti e ke cënuar drejtësinë, sepse ke pushtet që mund ta influencosh atë. Vërtet. Pra kjo kemi kërkuar gjithmonë. Po vimi si e shikon tani, po. Kjo është dhe pjesa më interesante. Tashmë, unë e përmenda dhe pak më parë që beteja e pushtetit politik dhe nuk habitem nëse do kete një bashkim të madh numrash me pjesë tjera të opozitës. Për të goditur SPAK-un dhe gjë që kohon në vazhdim, do shta dhe duke prekur kushtetutën është do jetë reale. Rasti i Ballukut tregon që Rama tashmë ka një kërcënim real drejtësinë. Disa prokurorë të SPAK-ut dhe GJK-n. Sepse du dim diçka tjetër. Prania e ambasadorëve tek zgjedhja e kreut të SPAK-ut ishte një poshtërsi, një poshtërim për Edi Ramën. Sepse i thanë atje dhe thanë këtë ka një garanci tjetër perëndimore dhe tashmë fati i Shqipërisë do vendoset aty. Fatkeqësisht nuk vendoset në institucionet tjera, nuk vendoset në parlament, nuk vendoset nga qeveria. Do vendoset aty sepse perëndimi ka kuptuar një gjë, se këtë ta gjithë bën llogari këtu brenda. Ky është një vendim i marrë diku tjetër. Ne e dim të gjë. Nuk shkulen nga karrikja Nisida. Këta nuk shkulen nga karrikja. Do të shkulin me drejtësi. Kaq e thjeshtë është. Kjo do ndodhi. Po. Klodi, për ta vendosur edhe një herë tekstin tek 22 janari, dhe tek pjesa se jam kurioze çfarë ka bërë më shumë përshtypje gjatë ditës sotme, se ishte një ditë e gjatë, kishte edhe komplikime, kishte edhe nga tërresa le të themi kakofoni informacioni ndoshta fillimisht. Dhe ishte ideja nëse do dilte 4-4 dhe çështja do të ishte komplet konsiderohet rrëzuar, sepse vendimit të gjykatës kushtetuese nëse nuk marrin 5 vota pro, konsiderohen të rrëzuara. Pra barazia mes votave krijon problematik. Pra nuk është si gjykatat e tjera, do patjetër 5 vota, do quorumin që thuhet në gjuhën e ligjit. Unë s'dua të ndalem këtu me thënë drejtë, dua ta shoh çështjen pak më gjerë. Zoti Rubonja tha me drejtë që gjykata kushtetuese më herët ka marrë vendime shumë të rëndësishme. Unë mbaj mend që gjykata kushtetuese dikur ka rrëzuar marrëveshjen e detit. 9-0. Dhe ka qenë realisht, ka qenë të gjithë anëtarët e gjykatës kushtetuese votuan kundër qeverisë dhe kanë mbajtur një qëndrim dinjitos me gjithë problematika që kishte drejtësia në atë kohë. Po kur erdhi puna tek interesat madhor të vendit, ata po vendosën dhe thanë që ne do ta rrëzojmë këtë marrëveshje sepse nuk është lidhur në transparencë të plotë dhe nuk ka patur një gjithë përfshirje për të kuptuar çfarë do të ndodhë me detin. Problemi në rastin konkret është, unë jam shumë interesuar dhe edhe për shkak të profesionit, patjetër jo vetëm si gazetare, por edhe për shkak të formimit juridik jam shumë interesuar për të parë qëndrimet që do të mbajnë edhe SPAK-u, edhe gjykata e posaçme, edhe institucionet e tjera. Dgjoj, unë nuk e di çfarë do të bëj SPAK, sepse pavarësisht kërkesave që kam bërë për informacion, ende nuk kam një përgjigje zyrtare. Ama di një gjë që SPAK ndoshta mund të veprojë me një plan B, me një plan C, mund të drejtohet ndoshta kuvendit për marrjen e autorizimit. Thash mund të ndodhë, nuk e kam këtë informacion. Pra ideja është mund të ndodhë dhe ta kërkoj dhe një gjë të tillë. Ajo çfarë mua më shqetëson në lidhje me këtë gjë është pikërisht qëndrimi që mban kryeministri. Kryeministri është mandatin e tij të 4 dhe ka qëndruar, pra ka marrë 4 herë votbesimin e qytetarëve duke ju thënë që unë do t'ju sjell drejtësinë e re. Dhe sapo drejtësia e re shkoi në paradhomën e vet, kryeministri nxori kthetrat dhe është i gatshëm ta shqyejë drejtësinë vetëm e vetëm që paradhoma e tij të mos preket. Shumë dalje në fakt për zonjën Balluku, shumë deklarata të zotit Rama që nuk kanë ndodhur. Ka të drejtë të dalë, nuk e kam aty se kryeministri do bëj politik, gjuha e përdorur. Gjuha e përdorur, domethënë është nuk e di, është delegitimuese dhe këtë nuk e them për zotin Rama. Besoj pamjet janë dëshmitare, daljet e mia publike, e kanë thënë për zotin Berisha, e kanë thënë për zotin Meta, e kanë thënë për zotin Veliaj, që përdorte ndaj prokurorit violin, kaf, ku diun çfarë ishte, e tjera me radhë,
Dhe të njëjtin qëndrim kam edhe për kryeministrin. Pra, në gjithë këtë histori është që unë nuk e di nëse do ketë një ditë në këtë vend që ne të pranojmë si normalitet vendimet e gjykatës. Or edhe gjykata mund të gabojë, prandaj ka disa hallka. Prandaj ka shkallë e parë, shkallë e dytë, gjykatë e lartë, gjykatë kushtetuese, Strasburg e tjera me radhë. Sepse kjo është kostoja të qenit njeri politik dhe publik. Pra aq benefite sa merr në atë pozicion, po aq edhe kosto ke. Kështu që në momentin që je përballë një akuze, dëgjoj, do ta them për të dytën herë dhe ndoshta nuk do ta përmend më në jetën time këtë gjë se duket sikur do ta them se duket ndonjëherë kur e thua këtë gjë të vjen vala e baltës përpara. Unë kam qenë zëri më i fortë kundër Sajmir Tahirit. Kam besuar dhe vijoj të besoj që kanabizimi ishte plaga më e madhe që i ndodhi shoqërisë shqiptare, që vijojnë edhe sot vrasjet e shkuam te kokaina, te narkotrafiku e tjera me radhë. Ama një merit nuk ja heqe Sajmir Tahirit, që zgjodhi të përballej si qytetari thjesht përballë drejtësisë. Thash kam qenë zëri më i fortë, janë fyer ofenduar nga militantët tek dera e kuvendit ku mbuloi atëherë me radhë. Pra, e shihni si diçka për të përgëzuar vetë nga ai individualisht. Nga ky moment, pra ai ishte një standard që zoti Tahiri e vuri. Pra Partia Socialiste nuk mban dot në këmbë standardin që i ka vendosur një antar i saj. Atëherë, pse Balluku ka këtë vullnet të hekurt me veten për të shkuar? Sepse i duhet pushteti për të bërë betejë me drejtësinë, kaq e thjeshtë është si da. Veç asaj unë mendoj që ka një gjë tjetër. Unë mendoj që zullumet që kanë bërë, duke menduar veten të paprekshëm, mendoj që e friksojnë aq shumë zonjën Balluku e po aq shumë zotin Rama sa mendojnë që vetëm duke qenë në pushtet mund të mbrojnë veten. A dim ne sot se ndoshta prokurori posaçëm Dritan Prenqi dhe 3 oficerët e çështjes sigurisht që din shumë më tepër. Çfarë rezultatesh kanë dhënë ato 20 celularët e tjerë që janë marrë së fundmi? Po ato dokumenta që janë marrë në Ministrinë e Infrastrukturës, po në atë studion ligjore që janë bërë verifikime, po letër porosit që janë dërguar jashtë. Dimre që dhëna kanë ardhur së shumë shpejt për ta thënë, ndoshta informacionet të ardhme do të rrjedhin. Pra do thotë që nuk është kaq e thjeshtë, nuk bëhet fjalë vetëm se Edi Ramës na që nga cënuar kompetenca se Belinda Balluku është një emër, ikën Belinda Balluku vjen një emër tjetër. Dhe kaq mbaron këtu diskutimi, ajo mund vazhdonte krejt normalisht punën si deputete në kuvend dhe kaq. Të pyes thjesht me intuit, duke qenë se po përmendim Ramën, si gazetare, çfarë nuhat më shumë se Rama mund të shkojë, nëse do të shkojë ndonjëherë në SPAK për cilën çështje, Balluku, 21 janari apo diçka tjetër? Nëse hapet ajo derë, mendoj që do shkoj për shumë, kështu që s'po evidentoj njërën prej tyre. Rëndësika të shkojë. Sepse nuk mund të ketë drejtësi pa shkuar Edi Rama në SPAK e apo llogari. Politikisht, Kapri, mund të ketë një aksion tani politik pas kësaj, një çfarë, për shembull, mundësia, çfarë do të bëjë, çfarë keni biseduar ndër ju, si do të jenë këto seancat plenare ku zonjë Balluku do ta keni përballë ato interpelancat që nuk pranoi. Të gjithë atë hapësirë, sa na jep kushtetuta, rregulloria e parlamentit, ligji ne do e përdorim. Zonja Balluku ka 2 vjet që nuk është përgjigjur në interpelanca zotit Çehaj. E dini këtë fakt apo jo? E ka thënë. Interpelanca të vazhdueshme. Po, e qartë. Javën e kaluar u kërkoi interpelancë me kryeministrin, i cili e refuzoi në kundërshtim me kushtetutën duke deleguar tek ministrja e brendshme. Pavarësisht se ai nuk vjen në parlament, por sërish betejën tonë ne po e bëjmë, po shfrytëzojmë çdo minutë mundshme atje, që edhe kur marrim fjalën për procedurë, i përmendim problemet thelbësore dhe për ne çështja Balluku si simbol është thelbësore. Ne mendojmë që kjo do të jetë e përqendra e opozitës, nuk ka tjetër. Nuk ka tjetër.